Apo ndërton Izraeli një rrjet të ri aleatësh në Amerikën Latine, pikërisht në një kohë kur mbështetja ndërkombëtare ndaj politikave të qeverisë së Benjamin Netanyahut është vënë gjithnjë më shumë në pikpyetje? Kjo është një nga pyetjet më interesante që ngrihet sot në politikën ndërkombëtare. Amerika Latine ka një histori të gjatë solidariteti me çështjen palestineze, por në të njëjtën kohë, në disa prej vendeve më të rëndësishme të rajonit, vitet e fundit janë shfaqur qeveri të djathta dhe populiste që po afrohen gjithnjë më shumë me Izraelin. Dhe ky kontrast është thelbësor. Nga njëra anë, një pjesë e madhe e opinionit publik latinoamerikan është bërë më kritike ndaj Izraelit pas luftës në Gaza. Një sondazh i Pew Research Center në vitin 2025, i zhvilluar në 24 vende, përfshyi edhe Argjentinën, Brazilin dhe Meksikën, dhe tregoi se në shumë vende perceptimet ndaj Izraelit ishin kryesisht negative. Nga ana tjetër, disa prej qeverive të reja të së djathtës po bëjnë të kundërtën, po forcojnë marrëdhënie diplomatike, ekonomike, ushtarake dhe teknologjike me Izraelin. Dhe shembulli më i qartë është Argjentina. Presidenti Javier Milei e ka shndruar mbështetjen për Izraelin në një prej pikave të identitetit politikës së tij të jashtme. Në prill të këtij viti, Izraeli dhe Argjentina njoftuan krijimin e të ashtu quajturave Isaac Accords, një kornizë e re strategjike që synon bashkëpunim në siguri, luftën kundër terrorizmit, teknologji, tregti dhe koordinim ndërkombëtar. Dhe më e rëndësishmja, marrëveshja është e konceptuar si e hapur për vende tjera të hemisferës perëndimore që ndajnë të njëjtat orientime politike. Pra, nuk bëhet fjalë thjesht për marrëdhëniet Izrael-Argjentinë. Ajo që mund të jetë duke lindur është një rrjet politik dhe strategjik. Por pse intereson kaq shumë Izraelit Amerika Latine? Së pari për arsye diplomatike. Pas luftës në Gaza, Izraeli përballet me një izolim më të madh diplomatik dhe me kritika të forta ndërkombëtare. Për këtë arsye, çdo aleat i ri ka peshë. Amerika Latine përfaqëson një blok të rëndësishëm shtetesh në Kombet e Bashkuara dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Marrëdhëniet me këto vende mund të ndikojnë në votime në njohjen diplomatike, në marrëveshjet ndërkombëtare dhe në mënyrën se si paraqitet konflikti izraelito-palestinez në skenën globale. Por ekziston edhe një arsye tjetër, siguria. Izraeli ka ndërtuar një industri të fuqishme të teknologjisë së sigurisë dhe inteligjencës. Në Amerikën Latine, ku shumë qeveri përballen me krimin organizuar, trafikimin e drogës dhe dhunën urbane, kjo industri gjen një treg të rëndësishëm. Pajisjet e mbikëqyrjes, teknologjitë e inteligjencës, sistemet e sigurisë dhe produktet e industrisë së mbrojtjes kanë krijuar prej vitesh lidhje të thella mes Izraelit dhe vendeve të rajonit. Një studim i botuar në vitin 2025 e përshkruan pikërisht këtë kontradikt. Amerika Latine mund të ketë një traditë të fortë solidariteti me Palestinën, ndërkohë që marrëdhëniet ushtarake dhe ekonomike me Izraelin mbeten të rëndësishme. Kjo na çon te një tjetër element, ndryshimi politik në Amerikën Latine. Një pjesë e së djathtës së re latinoamerikane nuk e sheh më Izraelin vetëm përmes konfliktit izraelito-palestinez. Ajo sheh Izraelin si një model të shtetit të fortë, të sigurisë, të teknologjisë avancuar, të inteligjencës dhe të luftës kundër kërcënimeve që këto qeveri i konsiderojnë ekzistenciale. Një studim akademik mbi të djathtën e re latinoamerikane vëren se që nga 7 tetori 2023, politikanët të kësaj rryme janë bërë veçanërisht aktiv në mbështetjen e qeverisë izraelite dhe në afrimin politik me Tel Avivin. Dhe kështu shfaqet një figurë që simbolizon më mirë se kushdo tjetër këtë ndryshim. Javier Milei. Milei e ka lidhur hapur identitetin e tij politik me mbështetjen për Izraelin dhe me afrimin me Shtetet e Bashkuara të Donald Trumpit. Ndërkohë, në vende tjera të rajonit po shohim zhvillime të ngjashme, edhe pse në forma të ndryshme. Në El Salvador, Nayib Bukele ka ndërtuar një marrëdhënie të ngushtë me Izraelin dhe ka përdorur teknologji dhe pajisje izraelite në aparatin e sigurisë. Në Honduras, qeveritë e djathta kanë mbajtur marrëdhënie të afërta me Izraelin. Dhe në Bolivi, pas një periudhe të marrëdhënieve të ndërprera, afrimi me Izraelin është rikthyer në qeverinë e re të qendrës së djathtë. Pra, kemi një model që përsëritet. Qeveritë të reja të djathta, afrim me Washingtonin, marrëdhënie më të ngushta me Izraelin, bashkëpunim në siguri dhe teknologji. Por historia nuk është kaq e thjeshtë, sepse Amerika Latine nuk është një blok pro-izraelit. Përkundrazi, Brazili për shembull vazhdon të jetë një nga zërat më kritik ndaj politikës izraelite në Gaza. Presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e ka akuzuar Izraelin për kryerjen e gjenocidit dhe ka mbajtur një qëndrim shumë më të afërt me kauzën palestineze. Edhe Meksika, nën presidenten Claudia Sheinbaum,
ka mbajtur një qasje shumë më të kujdesshme dhe nuk është rreshtuar me modelin Argjentinës. Kjo krijon një ndarje të rëndësishme. Opinionet publike nuk janë domosdoshmërisht në të njëjtën linjë me qeveritë. Dhe pikërisht këtu qëndron një nga paradokset më të mëdha të zhvillimeve të fundit. Ndërsa një pjesë e shoqërive latinoamerikane shfaqin solidaritet me palestinezët dhe kritikojnë Izraelin, disa qeveri të reja po afrohen me Tel Avivin. Kjo do të thotë se betejë nuk zhvillohet vetëm mes shteteve, ajo po zhvillohet edhe brenda veç shoqërive latinoamerikane. Dhe në këtë pikë hyn edhe faktori amerikan. Izraeli dhe SBA-ja kanë interesa të përbashkëta në rajon. Në prill të vitit 2026, vetë Ministria e Jashtme izraelite njoftoi se Izraeli dhe Argjentina po ndërtonin një kornizë të re bashkëpunimi të orientuar edhe kundër ndikimit iranian në hemisferën perëndimore. Pra, në këtë arkitekturë të re, Izraeli nuk shihet vetëm si një shtet i lindjes së mesme. Ai po përpiqet të pozicionohet si pjesë e një rrjeti më të gjerë politik, teknologjik dhe sigurisë që lidh Izraelin, Shtetet e Bashkuara dhe disa prej qeverive të djathta të hemisferës perëndimore. Dhe kjo e sjell pyetjen te pika kryesore. Apo ndërton Izraeli një rrjet të ri alatësh në Amerikën Latine, në një kohë kur po humbet mbështetjen në pjesë të tjera të botës? Përgjigjja duket se është po, të paktën në disa vende. Por kjo nuk do të thotë se Izraeli ka fituar Amerikën Latine. Përkundrazi, rajoni mbetet i ndarë. Dhe pikrisht kjo e bën Amerikën Latine një fushë të re të rëndësishme të betejës gjeopolitike, sepse për Izraelin bëhet fjalë për më shumë se marrëveshje tregtare apo bashkëpunim ushtarak. Bëhet fjalë për ndërtimin e aleancave të reja në një botë ku legitimiteti ndërkombëtar po bëhet gjithnjë më i kontestuar, ndërsa për vendet latinoamerikane pyetja është nëse këto marrëdhënie do t'ju sjellin më shumë siguri, teknologji dhe investime, apo nëse do t'i përfshin në një konflikt gjeopolitik shumë më të gjerë se interesat e tyre kombëtare. Dhe në këtë përplasje mes interesave të qeverive dhe qëndrimeve të qytetarëve, Amerika Latine mund të bëhet një nga frontet më të rëndësishme të betejës diplomatike për Izraelin në vitet që vijnë.